Me vetëm 8 ditë në dispozicion, procesi për zgjedhjen e presidentit të ri ka hyrë në fazën vendimtare. Krejt çka tha dje kryeministri Albin Kurti ishte ajo se duhet një konsensus trepalësh në mes të vetëvendosjes PD-s e LDK-s. Profesori universitar Doraje Timeri vlerëson se thelbësore është të kuptohet se presidenti zgjidhet me votat e kuvendit dhe përfaqëson unitetin e vendit, përtej ndarjeve partijake. Sipas tij, më i rëndësishëm se emrat konkret është arritja e një ujëdije mes spektrit politik në vend. Presidenti bëhet kur i ka votat në kuvendin e Kosovës. Çdo formulim tjetër është përtej kësaj. Prandaj çka është e rëndësishme për sjelljen tonë politike është të kuptohet drejt që votimi i dikujt për president të Republikës është votimi i presidentit të Republikës që është përtej partive politike dhe përtej raportit pozitë-opozit. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Por natyrisht është e vlefshme të kuptohet që votat i merr ai që ka përkrahje në kuvendin e Kosovës dhe kjo është gjëja e dytë e rëndësishme po sa edhe emrat për të cilën ne po flasim. Ndërkaq analisti politik Sadik Zeqiri po konsideron se situata është e ndërlikuar, pasi ende nuk ka asnjë emër të propozuar për president të ri të vendit, derisa kanë mbetur vetëm edhe 8 ditë brenda afatit kushtetues. Edhe pse duhet që propozimi të shkojë nga partia më e madhe, edhe pse ajo ka hek dorë që të bëjë propozime dhe këtë ja kalon në dorë pothuajse dy partive tjera opozitore, Lidhës Demokratike dhe Partisë Demokratike. Megjithatë duhet një konsensus i përgjithshëm dhe unë mendoj që ndoshta zgjedhja më e mirë do të jetë edhe në qoftë se do të bëhet një ristrukturim i qeverisë dhe përfshirja e njerëz nga subjektet politike në qeverinë të cilën udhëheq zoti Kurti për të nxjerrë një kandidat potencial dhe një kandidat i cili do t'i merr numrin e mjaftueshëm të votave. Sipas kushtetutës, në 2 raundet e para për zgjedhjen e presidentit nevojiten 80 vota nga 120 deputet, ndërsa në raundin e tretë mjaftojnë 61 vota. Çdo kandidat duhet të sigurojë të paktën 30 nënshkrime për të hyrë në garë. Mandati i presidentes përfundon në fillim të prillit, ndërsa presidenti i ri duhet të zgjidhet deri më 4 mars. Në të kundërtën, vendi rrezikon të hyjë në një krizë të re politike.